Cilët ishin pritje, Kerol? Ke Rashid Qalaj. Rashid Qalaj, po? Kamishe ke prej meshkujve dhe ke Floret Zejnullahu dhe Vesion Mosmoroti nga femra. Floreta është familjare Hakif Zejnullahu. Po, qika vllaut. Po, qika vllaut. Po, Floreta ka qenë deputete në kuvendin e Kosovës. Shkojmë me vetëvendosjen. Këtu ka më shumë emra, Kerol. Po, a jenë formë për t'i lezuar? Jenë 28 deputetë, më thonë. Më shumë emna, po dy fish më shumë emna. Hajde ta shohim Kerolin. Këtu luadhesh ty hapërmend emrat. Po besoj regjia kur të vendos foton atje nuk duk na jem lull. Albin Kurti është i pari me 334.315 vota. Që bëhet lideri më i votuar historikisht në Kosovë. Nëse llogaritim prej kur KQZ-ja shpoll rezultate për kandidat. Po për kandidat. Është më i votuari. E ka kaluar Vjosa Osmanin për sa? Vjosa Osmani ka pas 300.000 760 diçka i ka posë në 2021. Nëse se llogaritim në 2021 që llogaritet LDK-ja po atëherë s'ka me votu Ibrahim Rogova. Nëse se llogaritet ai. Po, s'ka qenë, po forma e njëjtë, po. Me votu për kandidat. Është Albin Kurti, domethënë përndryshe Albin Kurti edhe Glau Konjuca, Glauku i ka 261.575, nëse llogarisim historisë zgjedhje janë 2 herë domethënë ka 2 herë janë listën e njerëzve më të votuar në historisë zgjedhje në Kosovë. Albini dhe edhe Glauku. Pra njëshi dhe dyshi, si tandem. Po janë 2 herë, domethënë në vite ndryshme kanë vota, domethënë 4 pozita janë këta 2. Vjen i treti Fatën Peci, i ka 132.586 vota. Pastaj Hekuran Murati, Albulena Agjiu, Xhelal Sfeçla, Donika Agërvalla, Avnede Hari. Që i bie 7 kandidat kanë binë 100.000 vota. Kanë binë 100.000 vota, 7 kandidat. 7 kandidat binë 100.000 vota. Avnede Hari, Mimoza Kucari, Arben Vetia, Jop Maqedonci, Shqipe Mehmeti Selimi, Saranda Bogojevci, Edona Lalloshi, Mefail Bajqinovci, Arullah Qeku, Armen Muja, Jeta Statovci, Agjav Dyli, Albena Reshitaj, Artane Rizvanolli, Nezer Kraki, Adelina Grajinca, Arbresh Kryzio Hyseni, Arbër Exhaj, Demal Basha, Valjan Hoti, Arbërije Nagavci, Eliza Gashi, Valjan Ramadani, Fjolla Ojkani, Labinot Demi Murtezi, Halil Thaqi, Agim Batiri, Fitore Pacolli, Artan Abrashi, Saleh Zyba, Drita Pajaziti, Adriana Matushi, Fitim Haziri, Dritan Hyseni, Bylbyl Sokuli, Bajram Mavriqi, Arjeta Fejza, Ilir Kërqili, Fatmire Kolçaku, Arjeta Regjipi, edhe Rozeta Hajdari me votat e diasporës. Rozeta Hajdari është e fundit, pra. Po, ka kalu me votat e diasporës, se përndryshe ka qenë dikon 3-4 pozita. Cilët janë në listën e pritjes se këto... Se këta në listën e pritjes këta mund të futën, nëse e bën qeverin, mund të futën në pjesë e madhe. Te vetëvendosja kotën gjinore kanë plotësuar me kështu natyralisht, kështu që futën në listë ata që kanë më shumë vota, nuk ka nevojë për kush janë listë pritjesh? Për shembull ishte ndonjë. Vigan Çorolli i pari. Nëse del dikush, pastaj vjen Tauland Kelmendi, vjen Agondo Bruna, Adnan Rustemi, Gani Krasniqi, jeton Raka, edhe Daulina Osmani. Këta janë në listë pritjes. Listë pritjes. Përndryshe kur e analizojmë kështu, gash sa i bie të ketë guxo, sa i bie të ketë alternativa, sa i bie të ketë vetëvendosja, dihet pak a shumë? 2.